Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami së bashku me këshilltarët komunal, si dhe me nxënësit e shkollave të mesme, kanë vendosur lule në sheshin Iliria në nderim të jetëve të humbura në tragjedinë e Koçanit. Në këto momente zije ne ndjejmë peshën e humbjes dhe i qëndrojmë pranë atyre që kanë humbur më të dashurit e tyre. Në këto çaste, le të ndalemi dhe të reflektojmë mbi vlerën e jetës dhe nevojën për solidaritet dhe mbështetje mes njëri tjetrit, tha mes të tjerash Kasami. Jemi sot këtu që në emër të tim personal dhe në emër të tetovarëve që të ndajmë dhimbjen me familjarët e viktimave të rastit në Koçan. Ne si tetov dhe si tetovar qëndrojmë afër familjarëve të gjithë atyre të cilët vdiqën në rastin tragjik, por edhe atyre të cilët janë të lënduar. Urojmë shërim të shpejt dhe shëndet. Gjithashtu për kushtimin tonë si institucione që do të bëjmë të pamundurën që këto raste të mos na përsëriten më. Në ndërkohë, mbrëm edhe në Shkup janë vendosur lule në nderim të viktimave për tragjedinë në Koçan, ku humbën jetën 59 persona. Për tragjedinë në Koçan, përveç ngushëllimeve deri tek autoritetet vendore, ndihmë ofruan të gjitha vendet fqinje.